Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shkova natën në Varreza dhe më ndodhi e papritura. Nuk ishte një ide e zgjuar. E dija që në momentin që mbylla derën e shtëpisë pas meje dhe pash errësirën të më gëlltiste. Por kishte net kur mendimet bëhen aq të forta, më të forta se frika, dhe ajo natë ishte pikërisht e tillë. Kisha humbur dikë. Dhimbja nuk më linte të merrja frym normalisht. Ditën e shtypja, e mbaja veten të fortë, por natën ajo më zhveshte nga çdo mbrojtje. Varrezat më dukeshin si i vetmi vend ku heshtja përputhej me atë që kisha brenda. Isha vetëm. Ora duhet të kishte kaluar mesnatën. Rruga ishte bosh, dritat e pakta të rrugës dridheshin sikur edhe ato kishin frikë. Kur arrita te porta e Varrezave, ajo ishte gjysmë e hapur. Një kërcitje e lehtë metalike më bëri të ndalem. Zemra më rau fort, por hyra. Ajri ishte i ftohtë, i rënd. Era sillte aromë dheu të lagësht dhe diçka tjetër, diçka të vjetër. Hapat e mi kumbonin më fort se ç'duhej. Çdo gur vari dukej si një hije e shtrëmëruar. Emra, data, jetë të mbyllura në disa reshta. Eca drejt varit që kërkoja duke numëruar hapat për të mos menduar. Ndihesha e vëzhguar, por i thosha vete se ishte thjesht mendja ime. Nata luan keq me njerëzit që janë të thyer. Kur ula pranë varit, lotët më dolën vet. Fillova të flisja me zë të ulët sikur ai po të më dëgjonte. I tregova gjëra që nuk e kisha thënë kurrë sa ishte gjallë. Fjalët më dilnin të çrregullta mes psherëtimave. Pastaj dëgjova një zhurmë pas meje. Jo era, jo kafsh. Ishte një hap i ngadalt me zhavor. U ngriva, zemra më rrihte aq fort sa më dhimbte kraharori. Nuk u ktheva menjëherë. Brenda meje po luftonin dy zëra. Njëri më thoshte mos u kthe, tjetri më thoshte duhet të shohësh. Kur më në fund u ktheva, pash një siluet mes varreve. Një figurë e errët, e palëvizshme. Nuk fliste, nuk lëvizte, vetëm qëndronte aty. Ka dikush? Zëri më doli i thyer. Asnjë përgjigje. Fillova të tërhiqesha mbrapsht ngadalë. Hapat e mi ishin të pasigurt. Papritur figura lëvizi. Një hap përpara, pastaj një tjetër. Fryma më ndërpre. Trupi nuk më bindej më. Në atë moment mendova se kisha bërë gabimin më të madh të jetës time. U ktheva për të ikur me vrap, por këmba më ngatrua në një gur. Rash në tokë, dhimbja më përshkroi gjithë trupin, por frika ishte më e fortë. U përpoqja të ngrihesha, por dikush ishte tashmë pranë meje. Një zë u dëgjua i ulët dhe i lodhur. Mos ke frikë. Qava. Nga lehtësimi, nga tmerri, nuk e di. Ishte një burr i moshuar, rojtar i Varrezave. Fytyra e tij dukej ashpër në dritën e zbet, por syt nuk ishin të këqinj. Më tha se kishte parë dritën e telefonit tim dhe kishte ardhur të kontrollonte. Netve shpesh vinin njerëz të humbur si unë, por ndërsa po fliste kuptova diçka tjetër. Duart e mia po dridheshin pa pushim, nuk ndjeja më këmbët. Trupi im kishte hyrë në panik të plot. Ai më ndihmoi të ngrihesha dhe më shoqëroi deri tek porta. Nuk folëm shumë. Heshtja mes nesh ishte e rëndë por e nevojshme. Kur dola jashtë, mora frym thellë sikur po dilja nga një botë tjetër. E papritura nuk ishte një fantazëm, nuk ishte as vdekja. E papritura ishte kuptimi se sa e brisht isha. Se dhimbja ime më kishte çuar në një vend ku nuk i përkisja më as vetes. Varrezat nuk më kishin frikësuar sepse ishin plot me të vdekur, por sepse aty kuptova sa shumë doja të jetoja. Që nga ajo natë nuk shkova më kurrë atje në errësirë. Disa dhimbje nuk shërohen duke i kërkuar mes varreve, por duke i pranuar në dritë.